أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Të ndëruar xhamot, Allahu namazin e xumës kabul e boft inshallah. Na pranoft Allahu xhalla xhelaluhu çdo punë që e bëjmë në emrin e Atij. Çdo punë që bëhet në këtë botë në emrin e çetër kujt veç Allahu xhalla xhelaluhu na largoft Zoti prej asaj grupe. Na jemi sot në xhumën e 4 në lidhje me hijretin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me siguri se do të kalojnë dita që do të kjo temë do të ndërprehet apo do të vazhdon. Na jemi duke fol për arritjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe shokëve të tij në Medinë. Sot me disa fjali, ndoshta do të kthehemi për një hap atë dim rapa për ta shtjell, për ta rrumbullaksu gjithë atë që është vepruar nga ana e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Në suratul Hashr në Kur'anin e Kerim Allahu xhalla xhelaluhu qartazi na i cek disa sende me disa ajete të cilët na i konsiderojmë një shkollë, të cilët na i konsiderojmë një universitet që deri tash në këtë moment prej se ka ardhur Kurani i Kerimi e deri tash asi mësimi të kësaj lamie asnjëherë nuk ka zhvilluar në asnjë sallë. Edhe kësi mënyre e afrimit të një grupe me grupën tjetër, të cilën e ka përshkruar Kurani i Kerimi qartas, prej asaj dite deri më sot janë përsërit sendet, po me umërthi bashkënjëna me tjetrën. Si në lanja me në lanën qëtër asnjëherë nuk ka ndodhë, por ka ndodhë sende të ngjashme, ka ndodhë sende shumë të afërta, po të këtij kalibri na jemi të bindjes edhe jemi të mendimit se ma nuk është përsërit dhe njëherë në histori mirë, po në mësimet që i bëjmë në xhami edhe mësimet që i bëjmë në për shkolla të fetare, e kam fjallën, mësimet që i zhvillohen në për universitete, është qëllimi i shpjeguesve edhe qëllimi ative që vinë me ndëgju që ta arrim këtë gradë. Këtë gradë të cilën do ta cekim tash me ajetën në Kur'anin e Kerim suratul Hashr. Në ajetin e parë sot, Allah, jo të surës të sotit temës tonë, Allahu xhalla xhelaluhu thot kështu bismillahirrahmanirrahim lilladhina lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim yabtaghuna fadlan min Allah wa rasulihi وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وأولئك هم الصادقون. Në mënyrë shumë decide me kaq fjalë të këtij ajeti Allahu flet për muhaxherët, për ato njerëz që kanë dalë prej Mekkës me ardhur për Medinë. Edhe thot kështu për shembull, duke filluar prej fjalës fuqara, ka thënë lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim. Edhe në disa fjalë do t'i thojmë, Kurani i Kerimi thot, disa sende do t'i thojmë për të varfërit e Mekkës që dulën nga shtëpitë e tyre, në realitet unë zërën nga shtëpitë e tyre, se ato s'dolën me dëshirë,
po unëzërën nga shtëpit e tyre, yabtaghuna fadlan min Allahi wa rasuli, kërkojnë bereqetin edhe ndihmën, mbështetjen e Allahu xhalla xhelalu, e kërkojnë pajtimin e Allahut edhe pejgamberit alayhis salatu wassalam, medaljen të përzanun nga shtëpit e veta. Ka thonë lil fuqara il muhajirin. Pse në këtë ajet Allahu nuk i ka cek të pasur të Mekkës, po i ka cek të varfërit. Ka thonë lil fuqara il muhajirin. Do të flasim, ka thonë, për të varfërit në Mekkë, të cilët dulë unëzorën nga shtëpit e veta. Ato që nxjerrën nga shtëpit është zakon i të ikurve çdo send me lon, edhe ate që e kanë me lon, e ato që s'kan edhe me desh s'kan shka me mor. Pra Allahu xhalla xhelalu flet qartë në Kur'anin e Kerim se ajo është mrekulli, është i radhitën prej Allahu xhalla xhelalu. Këto në daljen prej Mekkës për Medinë janë pasanikët edhe me kasin fukarat të barabart, pra janë të dipalët fukarat. Ai që ka së në merë kur të përzijet me vete, ai që s'ka shka me marë dhe me dasht, pra në daljen prej shtëpijës të dipalët janë të varfur. Pra Kurani i Kerimi kështu është i qartë, thot fukarat të varfurit e dalën, e të përzanun nga Mekka, janë nisë me shku në Medinë, në regull. E çka me bërë pra tash pra? Tha një të gune fadlem min Allah. Tha këto kërkojnë pajtimin e Allahu xhalla xhelalu, edhe të pajtimin e për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E kush është këtu pajtim faktikisht? Çka duhet me bën këto? Vetëm se e kanë lënë Mekkën a pajtu Allahu? Jo, sa shkri. Vetëm se i kanë lënë pasunit me njëherë është pajtu Allahu, edhe kjo sa shkri. Po këto çka kërkojnë mas kësaj, në atë Allahu xhalla xhelalu pajtohet. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam. E çka kërkojnë këto? Këto e kanë marë islamin me veti, kanë dalë Allahu xhalla xhelalu me i vërtetu me vepër se jemi tut, rrim edhe qëndrojmë mas urdhave të Kur'anit tanë, edhe pas ndalesave të ati, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në rrugën që nisët ai, nisemi namaz ati. Pra Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e Kerim e përfundoi ajetin, tha wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Këto tha ndihmojnë Allahun edhe e ndihmojnë pejgamberin alayhis salatu wasalam, e ndihmojnë Allahun se ndihmojnë fenë e tij, e ndihmojnë Muhammed Mustafa se ndihmojnë pejgamberin e atij. E tha në Kur'anin e Kerim wa ulaika humus sadiqun. Tha këto janë të vërtetit. Kështu tha Allahu xhalla xhelalu. Tha kjo grup që dulën prej Mekës, tha këto janë ato të vërtetit. Të vërtet pse e kanë besu Allahu xhalla xhelalu. Të vërtet pse e kanë ndjek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të vërtet pse i rrin hazër urdhave të Allahut për t'i bë, të vërtet se i rrin gati ndalesave për t'i lënë. Edhe faktikisht këto çka janë pra? Këto janë fotografia, pjesa njerëzore e cila në Mekë për 13 vite me radhë është shëndru në Kur'an, në Kur'anin deri të atëhershëm që i pas zbrit, janë shëndru në Kur'an që hec për toke, edhe e shohin njerëzit Kur'an me kom të hec. Këto janë muhaxherët, sa të mirë që si ka pa bota mo. Sa të suksesshëm janë këto në qëndrime, sa të qëndushëm janë këto kur e morin hapin. Se përndryshe hijrete edhe shpërngulje janë bë, edhe mrapa janë bë shpërngulje. A është vërtet se edhe para kësaj lloji shpërnguljes janë bë hijrete në këtë botë. Hijretet e pejgamberëve të njohura në Kur'anin e Kerim, si hijreti i Ibrahimit prej Iraki në Palestinë, prej Palestinës në Egjipt, prej Egjiptit në Mekka, prej Mekka në Egjipt, prej Egjiptit në Palestinë prap. Kjo është një rrugë shumë e gjatë e hijreteve të Ibrahim a.s. I lindur në Irak, i ikur në Palestinë, prej Palestine i ikur në Egjipt, prej Egjipti i shkum me gruan dhe me fëmijën në Mekka, prej Mekkës i kthim te gruaja tjetër në Egjipt, prej Egjipti i vdekur në Palestinë. Të mirët nuk e kanë let. Të mirët, ato që Allahu i don nuk e kanë let. A ke dëshirë me pa me sytë e tu edhe me përjetu fizikisht, edhe psikologjikisht, edhe shpirtnisht me përjetu? Se qish bash në mesin e familjes tanë, për 20 familjes tane, ose në mesin e katundit tanë, ose në mesin e popullit tanë, qish bash i keq për 24 orë, a ki dëshirë? Me fillu njerëzit mës me dasht,
kap ju litarit Allahu xhelle xhelalu imsisht, filloi njerëzit mos me dash më njëherë. E dërku e çojnë ato? Ato e çojnë deri atje ku organizohen ja me të myt, ja me të përzon. Deri atje e çojnë larg. E mu për këta bëhen hijrata të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Se ato thrasin në të vërtetën, njerëzit këtë vërtetën e shumë vështirë pranojnë, se ajo i ka në sipërfaqe i ka iftinat e veta shumë të mëdha, kurse në thelb është amël bërtha me asaj është tatli me lejthia. Tatli me lejthia është amëlsina të vërtetës mrenda për mrenda. Është vështirë njerëzit me deportu me hoxhën e vetë, me pejgamberin e vetë të asaj të një kohë, është vështirë me deportu e me hi mrenda me ull në sofrën e të vërtetës, e pastaj mo është knatësi e pa kufishme. Po është vështirë me deportu dërte ajo. Vllai i dashur, sahabët, ato që udhëtuan me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam Mekka, Allahu ja u përfundoi në Kur'anin e Kerim, tha wa ulaika humus sadiqun. Tha këto në udhë për Medinë ishin të vërtet. E thashti unë do të kaloj me juve, po në këtë sure një ajet më para, me ato grupën që i kanë prit. Thashti kjo ka njëna grupe shoqërisë islame, ajo që i ka ik, ajo që është përzon. Grupi i tjetër, po i asaj shoqërie në Medinë, mi këpritsat. Allahu edhe për këto folin një ajet në Kur'anin e Kerim, mas ajeteve tjera, po konkret për këtë çështje tha alladhina bismillahirrahmanirrahim alladhina tabawwa'u ad-dara wal iman. Tha këto që ikshin kanë këto, e këto që i pritshin kush kanë pra? Tha këto ishin ato të cilët në moment kur e lanë shtëpinë ato në Mekë, këto para se dalin prej shtëpisë Mekë, qertë Medinë i kishin pregadit ambientin edhe shtëpit e veta për me i prit ato që po vinë. Ambël ka një anë, ambël nga ona tjetër, dita ambëlta tepër, me i vu me një sofër, me i kombinu, unë zdi ma ka sofër me e bukur. Kjo është sofra muslimanve. Këta zdin me e ba qertë, as që kanë mundësi as për s'afërmi. Kur i kanë tash një motë u ba vllazërit tonë nga Kosova, kur i kanë të na këtu të përzanën, të rëmbim nga një anmik i njohur, ki populli i jonë këndej i kish pregadit shtëpit me një mënirë prej mënirave që ishi pregadit muslimoni për shpijen për ate që i ka ik, edhe u përjetu në sende që janë shumë të ngjashme me ate që po e shpjegojmë në këtu sot në lidhje me hijretin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se këtu u lishun shtëpit edhe shku njerëzit në shtëpinë e vjetër për të ardhur mysafirët në shtëpinë e re. Kjo është evidente edhe nuk është vetëm një rast, po këto janë qindra raste, se ne muslimanët në përmet Kur'anit Kerimit me shekuj, që 15 shekuj në xhamit e tona e kemi shpjegu këta jetë, ki nuk ka shpjegimi pari jemi të suratul Hashr në Kur'anin e Kerim, se muslimani ati që ik duhet t'ja pregadit shpijen para se të mrina i këtu, edhe kjo është edukata e jonë. Mu për këta, ato njerëzi që ardhen prej Gjermanie, ajo gazetarja e Zvicrës, e cila kishte emrin Kristina, erdhën ka trundin tonë atëherë. Edhe pos pyetjeve qera që mi parashtroj mua, ajo tha, gjanat që po i shofim, po i dim, mës i po hin vllaznit e juj nga Kosova në shtëpit e juja, pastaj nas po e dim çka po bëhet. E tha po të pys pra, sa misafiri keni në katun që ka ardhur në hijret? Unë i thash asaj sa jemi na aq kemi. Çka kanë kalu me mia janë, që kanë kalu, kanë shku në vejtë qera, kanë bujt një nat, dinat, rinat, janë me mi, që janë këtu janë sana. Tha, po sa jeni ju? Është afër 4.000 jemi, 4.000 dikun. Ajo tha, qish po jetoni? Mrenda. I thashur asaj, na u knaqëm. Tha, po, qka po hani? Prit dhe njani prej gjematit me thonë, po ndimat humanitare, për shka ishin ato ndimat humanitare? Ato ishin as një send. Ato ndimat humanitare ishin as një send. A ka dëshirë dikush me ditë në të vërtet se ato ishin as një send, se unë jam i vetëdijshëm fort
se po thashën ndihmat humanitare ishin asnjë send, ka disa njerëz më njëherë turbullohen nga mendja, thonë, shi qashki, ndihmat humanitare u patën quket dunjoja, ishin kur një send. A do në meni me të vërtet se ato ishin asnjë send? Po i morëm na kosovarët vjetë, e i lam të bunorin Ledin, i lam Lival të bunori. Shka u ba ishin ndihmat humanitare? Po ndihmat humanitare ishin mloja, se këtu kish një shtëpi me 4 dhoma, me kejt, me qilima, me mobilje mrenda, me banjo, me shtëpi, me derë, me kapigjik, me rrim, me dhomë, me fotela, me qka ka, me gjithat mirat, e ta shti kjo kja me vogle dhe u harru, u majt me ndihma humanitare dhe të shishe të vajt edhe një kuti, pra pluhën me lateshe dhe disa puna misk. Kjo ish një send, a kjo shtëpia dhe Katundi dhe ambienti, edhe 510 gjem të Katundit, 13 kilometra në malësien e thellë, me i bajt qantat edhe fmit, edhe të plagosit, edhe të vramt, edhe të smutit, edhe pleqt, me i prun Katund, me i la natën, me i vesh natën ato, me i la teshet e vetra, me i avlak pucët edhe me i avlak ato qërapët, me ju dhonë eventualisht qërapat reja në mëngjes, këto kanë kejt pak, për i poshtë ardhën disa puna, ishte puna madhe shumë. Pra, kush pas kanë qenë ndihmat humanitare? Kush ishte ndihmë humanitare faktikisht? Ndihma humanitare ishin gjemë të popullit. Ndihmë humanitare ishin gjemë të popullit. Edhe ishin pleqë të popullit, edhe ishin shtëpi të hapura. Kjo ishte ndihma humanitare. Edhe kjo ndihmë ku i ka rënjët. Ku i ka rënjët kjo ndihmë? Kjo e ka shkollën. Në cilët banka kanë mësu këto gjemë kanë mësu në bankat e xhamisë. Këto në qilimin e xhamisë janë eduku. Se këto mësuan nga Kurani Kerim, nga Kurani famlart i Allahu xhalla xhelalu, se në Mekë një grup kanë dalë prej shtëpie, që 3 grup javë ka pregadit shtëpien para se të mërin. E thonë, alladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Tha, e kanë pregadit shtëpit edhe e kanë pregadit besimin. Pas patë besim, s'ke e shtëpi për mikti. Pas patë besim, islam s'ke e shtëpi për misafir. A ka mundësi me mleju ju mu që unë të afroj një argument të gjallë, se pas patë besim s'ke shtëpi për mik edhe për muhajgjer me prit? Edhe njëherë po këthajem po thëmë, te muhajgjerët e vitit kaluar të ne, as ka pas këtu në teren shpijat besimive qera që kanë net mbylla. A ke mundësi vlau i dashur me kuptu më njëherë se cili besim, cila fe, cili besim e hap shtëpien për të huin, për atej që sa i shtëpis të ande? Ai që ka pregadit shtëpien, po para se ta pregadit shtëpien e ka pregadit anën e besimit. Këto ishtin njerëzit mrenda. Allahu qartas flet në Kurani Kerim kur thot alladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Tha i pregaditën disa ende me dinelit. Shtëpien edhe besimin para se ta arrin misafirët. Po s'patë besim, e ke shtëpien, po s'ta kajtat mrenda me shtijat njerin. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Sharti qetër, kushti qetër të cilin e mësojmë në nga Kurani Kerimi. Tha yuhibbuna man hajara ilayhim. Tha i dojnë muhajgjerët. Nuk ashtë pra boll vetëm me shtim renda, po duhesh edhe me desht. Këta e bani populli jonë. A keti efendia jonë pra një argument me na bind neve se na i kemi dasht vllazërit që kanë ardhur vitin e kaluar të na. Pra javë kemi pregadit shtëpien, i kemi shtim renda me besimin tonë që i kemi, edhe i kemi desht ato. A ka argument për këta? Po ka argument për këta, se mbeten ato shkuën në shtëpinë e vetë, mbeten miqësit. A është realitet se mbeten miqësit? Apo shkojnë këto tonë të gjendrenic me pa kur po vdes dikush? Po shkojnë. Apo vinë ato për atje me përhajrë për haqëllëkin edhe për dekat këtu? Po vinë. Kjo çka është kjo? Kjo është argument i gjallë se njerëzit janë dashur me zveti. Kjo është argument i gjallë se jo vetëm që janë hap shtëpit, po janë hap edhe zemrat. Kjo është shoqëria islame. Pra islami nuk vdes asnjëherë. Ai vetëm duhet nga ne të ujitët deri kur ashtu pra. Të ujitët derisa ne ta jetojmë atë. Ta bëjmë në islam një punë edhe të jetë të ditur edhe mësuar të rit
se këta në afroj, kështu në afroj neve Islami, edhe nuk në afroj as kush qëtër kush. Edhe ata njëherë e përgjithmon në të jetë e qartë në mendën e rinjës se jo një sen qëtër apo kja në afroj, po në afroj dashuria e kësaj fe që i kemi edhe mësimët që i kemi marrë nga kjo fe, kjo neve në bashkoj. Se për ndrishe, pse folëm në një gjuhë të njajtë, patëm në njerës që flasin një gjuhë dhe janë të një kombi, po ju morën vlezërve qirajar, të trasha. Patëm në njerës të një të kombit tonë, që u mërzitën kur këthin muhajirën në Kosovë. U mërzitën, thanë se unalën të ardhurat, 500 mark mujtë mosën i marë, u mërzitën. Pra nuk është fola një gjuhë dhe u kri, po duhet të ketë një send, e ka emnin besim. Vllazin të dashur, kam cek një herë do të arri për 3. Në vitin 1967, në muajin qershor të vitit 1967, me 7 qershor ka fillu lufta arabo-izraelite. Edhe muhajirët e qytetit Port Said në Egjipt kanë ikë nga bombardimet me një qytet i quajtur Dumjat, në bregdetin verior, në veriun e Egjiptit, në bregdetin e Mesdheut në Egjipt. Ato njerëz kur kanë shku në atë qytet, kanë shku një qytet të një qytet qeter të dit njajt barabart mlaj. Nuk pes gjas, gjysme ati populli të qytetit Port Said jeton sot në Dumjat, se ato që ishin ati vendast, kur i hapën shtëpit e tire, kështu e ka muslimoni, kështu e ka islami, kur i hapën shtëpit e tire, ato thanë, tashti ju nës kush ka pare, kush ka të holla, më ndërton e katin mbi ne, fjuvin, si të doni me jetu ma gjanë, po spatët jetoni me ne bashkë, kështu, po spatët jetoni në përdhoma, po patët holla, ndërton e katin manalt, shtëpi qytetare, i ndërtu në katët, edhe sot jetojnë ati. Disa, edhe sot jetojnë ati. Se ato se janë bajt prej një shtetin shtet, pro prej qytetit e në qytet. Si ka arë shumë që di se prej ati qytetin ke qytet, se po të ati shteti. Katin ndërtoje për mi katin tem. Këto janë pak më largë se na, po na kaq patëm. Na kaq patëm. Unë nuk e kam sot temën rikujtimët. Unë nuk e kam temën e rikujtimeve të ngjarjeve që kanë kalu vitin e kaluar, po kam shpjegimin qëllimin e shpjegimit të hijratit të Muhammed Mustafas në 1 e në 2 historia islame, edhe muslimanët janë të gatshëm me përtrinj ata se ardh ju hipët ative rasti, se ardh dojnë ato janë të gatshëm me përtrinj, edhe jeta e jonë islame asnjëherë nuk vdes. Fa yuhibbuna man hajara ilejhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Qetri element i mikpritsave të muhajirëve kuranor, element kuranora për të plotësua jo çka është islame, tha ate që e kishin special për vete nuk e hangrën të Medinës vet, javlan ative që kishin ardhur. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tha ate që e kishin fitu me dur të veta, hekëndor nga kjo musafirve javlan. Kja është grad e madhe që s'ke mundësi me arrinë përmet edukatave qera nëse nuk janë edukata islame. Nuk arrijet. Unë po e them një gjë, të cilën gjë ndoshta nuk e kanë kontestu njerëzit fare, po adesh të kontestohet. Në Gjermani punojnë 200.000 shqiptarë gjithsej, pa azilet, me letra 200.000. 200.000 shqiptarëve, firmat me javnal ka 1 mark në mujt, për anën humanitare bojnë 200.000 mark në mujt. Këto bojnë 2.400.000 mark më të mëtë. Që ato 2.400.000 mark shoqatave humanitare ju dorëzohen, e ato bojnë shumë të pasur për me prundima me një vend ku ka krizë humanitare. Në atë rast ne i hanë parat e tona, a i popli qëtër i hanë parat e veta. Qëka të mërmenja me 100 mark në mujtë këto, që ishtë dalin e sapët. Pra ti ndë njëherë ndodhë që i ha darot e tua në pazar, edhe knoqë është të vinë shumë tamla, ka po të jep a i qëtër i falë. Nuk e dim shka ndodhin mramje, na këta nuk e dim shka ndodhin mramje, kush hinin baqetoni mur ato, këta nuk e dim na.
Edhe pa i mohu mundet e tjerve që angazhohen vetë, ato pa i mohu ato fare. Se edhe kjo duhet të thotë, pa i mohu ndimat që janë burimore të tjerve. Po një sen duhet të ndim vetën të nënshmuar në. Kur tjerë që si janë musliman, tregohen në disa raste ma humanitarë se muslimanët. Ashtë për të mjeru, për tani vetën të mjeru shumë pastaj. S'mundet me ndodh asë njëherë. Edhe s'ka mundësi me ndodh. Na muslimanët e kemi vërtetu se jemi ma humanitarë. Pse e kemi vërtetu se jemi ma humanitarë? Se na muslimanët, po e patëm $1 e dham. Na kësi jemi. E patëm veqëm $1 në gjep, e dham na. Atjerë t'japin $1, atëherë kur i ka 1 milion në gjep. Prej 1 milionve japin $1, a ne po e patëm një e dham. Pra jemi na matë mëdhaj. Për ka përqindje atë hollave jemi pak, po jemi për ka besimi edhe për ka mbrëndësit e tone jemi në qerë, edhe jemi të pa konkurushëm në këtë fush. Nuk na konkurën neve as një popull në botë. Gazetarja Gjermane tha, qka po hani? Tha, ajo ishte pizvistre po për gjinësi Gjerman. Tha, qka po hani? Tha, po ham me program. Me musafirët po ham me program. Tha, ban me pa atë program. Tha, shkeshka me pa, ato janë di fjalë gjithsej. Janë di fjalë të shkollës së mësuesit njerëzijës Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai na ka mësuar neve. Ai na ka thënë neve me di fjalë. Programi jon di fjalë ai futun. Ta'amul wahidi yakfi lil ithnain. Ushqimi i njenit muslimanëve ban për di vet tamam. Po ta pregaditi gruaja një sill, një drek, lirisht shoqën tanë bere për jashtë, se ai ushqim për di vet vlen. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul ithnain yakfi li 4. Tha ushqimi i di vetve vlen për 4 të na. 4 vet nëse han janë ngi. Thash kështu po ham na 4000 jemi na dhe 4 ato, ushqimi i njanit ban për di vet në Islam. Tha nuk po e kuptoj. Atëherë u detirum me i thanë të fjalën e fundit. Tha kaloni në Islam, e kuptoni se për ndryshe s'keni mundësi. Janë disa sende mundesh me i kuptu vetëm kur t'jesh mrenda për mrenda. Nuk mundesh disa sende me i kuptu. Janë disa sende të cilët e kanë emrin dhembje. Dhem tije e unë mundohem me u bo se po marrëvesh nga dhimbta jote, e po më dhimesh që po dhem, po mus po më dhem. E ti thua me tanën, hoxha, po i dhem hoxhës me një vend, edhe dhim në unë ti që po më dhem, ama e vërteta që ti s'po të dhem, e ti së nëbosh tash une me pasë që po më dhem muë, janë disa sende mundesh me i kuptu vetëm kur je mrenda. Disa sende të muslimanët mundesh me i kuptu vetëm kur t'jesh musliman, vetëm atëherë. E pastaj, te muslimanët ka prap një problem, se vetë ato disa sende si kuptojnë, se disa në ka njëherë islamin ton prej përmane e shofim, edhe në mrenda dë njëherë s'na kondët me jetun të mrenda për mrenda, edhe në shofin qërë pak se jemi si largë, duke me ndu se ne jemi ato që ka duhet me qenë, e në atë rast e përfaqësojmë islamin me goj, mirë po me vej për në shofin njerëzit pak si qëtër. Tha wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tha ata që e japin të vetën për tjerët edhe nuk ju dhimbët, thaj Allahu xhalla xhelalu, këto hinë xhennet. Ata që e japin të vetën tjerëve edhe me kusht nuk ju dhimbët, tha ato hinë xhennet. Çka do me thonë nuk ju dhimbët ajo? Çka do me thonë nuk ju dhimbët? Janë njerëzit xhamati i dashur, sipas Kuranit tonë të ndarë në 2 grupe për hak të dhanave. Dove s'ju jipët e vetja, e ka të fituar, po nuk i jipët. Këtive i thot Islami bakhil, dorë mledhës, Shqip i thojnë koprac, dorë mbyllën, nuk i jipët e vetja. Janë një grup tjetër, Islami i njef me emnin shahih, bakhil doppel, bakhil difish, po arabisht i thojnë shahih. Kushaki? Ki është aj që edhe huja si jipët, edhe ma i zi, ta shti se jap ti tonën, je bakhil. Po kur ven mua me më kalzu se edhe unë e temën më sta jap, edhe je edhe ma i zi në faqen e islamit në atë rast. Se ta shti për të dhimët, po pse të dhimët e jemja? Pse të më dhimët mua ti qka keme dhonë? Unë duhet me të motivu ti e që ti t'jipësh, jo me të nalë mos t'jipësh. Ne muslimarët duhet të motivojmë një qetrin që ta jap me atë që janë për të dhonë. E ai që se jap të vetën, është bakhil, dormledhët, është koprac,
ai që se jep, ai që i dhimet edhe qertë kur ta japin vetën, është shahih, edhe është më i zi, tha Allahu, çata që mbrohen nga këto ditë sinfe, nga këto ditë cilësi, Allahu tha xhelle xhelalu, janë të shpëtuar ditën e Kiametit. Këto drejt në xhenet hin. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. E tashti sahabët e Medinës, të cilët i pritën muhaxherët Medine, ishin të kësaj grupe. Ato ishin të kësaj grupe. Atë që e kishin për veti, ja vlen ative qerve. Do me thonë, atë darkën që e kishin pregadit atë natë me hongër, ato nuk hangrën darkë. Drejt për drejti hangrën ato që i kanë ardhë atë natë. Edhe kështu vazhdo jeta. Njeni lëshoj shtëpijen, pejgamberi alayhis salam, qetri lëshoj shtëpijen vllaut tjetër. E një ka pas emrin në Mekka, Asad ibn Zurara. Rasulullah a.s. kur e bani vllaznimin në Mekë, në Medine, atë që javën e kaluar shpjegum diçka, e morë për dorë këta që e kishin Saad ibn Rabia edhe Abdurrahman ibn Auf prej Mekës, tha ju di jeni vllazër, tha. Ju di jeni vllazër. Atë e bani vlla me atë me këto di tha ju di jeni vllazër. Saad ibn Rabia vllavin e vet e mori për dorë edhe e çoi në shtëpi. Tha ndëgjom. Ti ka prej Mekës, jemi bë vllazër në Islam. Ata arat që i kam unë prej ti momenti gjismët janë tuat. Tha gratë, do të ndahem me njonën, tha unë. Do të ndahem me njonën, kur të rria ajo 90 ditë në shtëpi babës, do të martohesh ti me ta. Se vlla. Tha do të martohesh ti me ta. Kishte ai vllazëllëkin në Medinë, i ative që pritën misafir. Ta shtë ndëgjën logjikën islame të ati që i ka ardhë, të ati vllavi që i ka ardhë. A i tha, jo. Tha, kjo është vllaznim ti që po e bën. Vetëm ne jemi qerë, tha. Ne jemi qerë që kemi ardhë. Tha, dulleni ila suk. Tha, këtu në Medinë, ku është pazari? Tha, ku është vendi ku shitet e blerë? Tha, është në vendin, filan vendin Medinë. E tha, tregom rrugën për pazar, tha. Na jemi taft me kësa, na sjetojmë shpinën e qetrit. Na nuk jetojmë në atë që e kini fitu ju. Kalzone e koha pazari, tha, na gjithë dalim, blejmë diçka, shesim diçka të rimramje, dinar të sodit që e kemi fitu, ju bimë fëmime me hangër. Tha, po vllazër, vetëm jo në shpinën e qetrit, nuk do të varmin qafën e ju, po do të varmin e fitimin, edhe veprimin, edhe gjallnimin e durve dhe këmbëve tona, tha, na kështu jemi. Edhe kështu ka fillu jeta në Medinë. Kja është ai vllaznimi që e bani Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pse faktikisht e ka bërë këtë vllaznim? A ka bërë pa ta? Po mirë, ato vinë, rrinë me një vend dikon, s'ka njohur, ja për shembull, si në Köln. Si në Köln në Gjermani në të botë. Në Köln në Gjermani është një lagje ka emrin Böklemund. Një nga lagjet kush ka qenë në Köln lagje, ku ka mahalla Lindenthal. Atje ku është universiteti, mas shpinës universitetet. Atje në lagjen Lindenthal dhe Böklemund mund mes atje është një fush. Janë disa bache. Atje jeton një popull i huaj jo gjerman, i ardhën prej jashtë, që 25 vjet nailona. Që 25 vjet jeton nailona. Kur çkiet nailoni duhet me gjeta i qare me pru nailonin tjetër. 25 vetë këto i kanë stazh jetë ati. Pas statut jetojnë. Pas statut fare jetojnë. Edhe këto janë muhaxher, s'po du me ju kallëzu juve cëllit milet janë këto. Vesh me shku në Köln një shef. Në mirë në regull, shteti Gjerman, ai që i prunin ndihma humanitare dhe u kallëzu. Erë me aeroplana mori njerës për këtu, e qoja që pas ta i shdripi këtu e do t'i shdripi ato që kanë met pa shdrip. Qative njerëzve që 25 vjet stash, qative nailongjive, as bani me avban një statut ma. Çka është kjo punë kështu? Çka janë këto paradokse kështu? Çka janë këto paradokse kështu? E di pse? Për asgjë tjetër. Se ato nuk janë musliman. Ato se din çka do me thonë me arë njeriu me ta rreth derën. Ato se din çka do me thonë në zor. Ato e din një send. Cëllin send e din ato? Ato e din një send i cili e ka emrin interes.
ja interes ekonomik, ja interes politik, njënën prej të dive. Ndoshta mësash këtë rast ki diti për të fitu simpati. Për të fitu simpati. Sukur shka janë fitu simpatit, me i thonë njerit po ta shlej një lugë të mjoltit të kodrave të Saudis, $800, $1 kilogram, e ti po ta jap një lugë, ngoj falas qele gojen, ndoshta nuk do t'i mushit goja me lang për këta, sa me ja përmen prej 5.000 kilometrave larg fjallën Evropë. Po ja përmen e fjallën Evropë, u ligav, kej tëri të gojt i bil ligat. Kështu pra, kështu janë sendet. E unë e thash prash, thëm bravo, sa mirë, sa taft. Thëm bravo, sa taft. Sa taft që kanë arrit me t'i formu bindjet kësi, terin këtë halë kështu me sa taft, bravo. Maçineri e bukur. Rasulullah s.a.s. e bani vllaznimin Medine për një send. Bajke edhe pa ta, bajke me bo këll, bajke me bo lindë dal, s'ka problem. Po pse ai e bani vllaznimin në Medine? Se çdo shoqëri e cila ka pas dëshirë me një periudhë prej periudhave kohore, me qenë suksesshme në formimin e shoqërisë si shoqëri, edhe me korr sukses, edhe pastaj mas suksesit suksese, ki kusht nëse nuk u plotsu ato suksese, as njëherë për të korë nuk kanë, nëse njerëzit nuk e ndin vetën vlezër. A i ke pa, i dashur, a i ke pa 4 vllazën, 5, 6 vlezër, kur janë një trup në njën e shtëpijës e babës, edhe punojnë si pas urnave dhe urnave të ati, a i ke pa se qfar i dare në shtëpijën e vetë regulojnë ato për një kohë të shkurt? A i ke pa ato se para se të martohen sa bin në shtëpinë e vetë, e masit martohen edhe ma gjallë. A ke pa ato se si e ndërtojnë familjen? E pastaj, a i ke pa kur t'jedhnohen ato, e kur të përlahen, e kur dahen me të përlame? A i ke pa? A i ke pa në atë rast se sa janë të këshi ato? E deri ku e qojnë largë kur dahen pastaj? Kur deri ku e qojnë largë? Dil Lazar, kur spatën moshka me da, jargonin e dajten. Tu me ndu se për gjims, gjimse a jotja, gjimse a jemja, e dajten jargonin. E kam fjallën, këto e dajten jargonin, se kjo është historiet e shkrume, e kam do jargonin. E pastaj është shkru masi e dan jargonin, shka ju ndodhi. As që mujti me umlu njani, as që mujti me umlu a i qetri. Ato e dan jargonin, po metën të ditë shplut. Ato më uda, se a i zban për një, a i zban. Se faktikisht pas me njanin u mloshin 2 vet. E pastaj ato ishin 4 vet pak ma vonë. Nuk i mlën gjim se argonit 2 vet. Edhe gjim se a gjithë 2 vet qetër pastaj. Se ato ishin 4 ma vonë. Nuk u mlun, metën kejt shplut. Rasulullah s.a.s. bani vllaznimin Medine. Vetëm i argoni vllazni lëkit e mlën një popull. Që tërkush nuk e mlën ata. Po s'ka vllaznim, po s'u respektu njerëzit me zveti, ato popujt qerë të fortit edhe të lishtit e hanat popull. E hanat popull të ndarë. E hanat popull që jeton veç a veç. Mu për ata ka një këmish e cila e mlën një popull e ka emnin Bajrak, në të cilin Bajrak shkruan La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, edhe në njën e shkollimit e ati Bajraku mundut me u realizu vllaznilëki. Nëse jo në atë hijet Bajrakut, në Bajraqet qera s'ka vllaznim. Në Bajraqet qera s'ka vllaznim. Do t'ja vësjel argumentet se njerëzit mendojnë se na po bojmë një send. Do t'ja vësjel argumentet, çdo gjë du e folën du të jetë argumentuar. A ka Bajrak një popullin botë? A shë vërtet, çdo popull e ka Bajrakun e vetë. Dënjarë ndron, dënjarë se ndron, dënjarë hek, dishka nën dishka. Si na për shembull e kemi pas kuq Bajrakun në zi, tonë e kemi pas me një illi, me pas kesh atë illin 20 vetë s'ke pas me pa dritën asjarë se illi është pjesë e Bajrakut toni pandashëm na jemi ato nxënësat e qytetit Mosko, edhe ku mund është i 25 vetë del pastaj. Kur ti hek atë illi vinë thonë ti hajde dil se u hek illi, dil për jashta, haj shko knaçu je i lirë. Je jam në stum, tha njoni, po mirë tha, unë qinejta 25 vjetë në burg, për këtë illin që s'makoj ti fort muë, tash ti po më lishoni muë dhe po më thoni je i lirë. Mirë në regulls, edhe s'ke pas faj. A kështu i than, i pa fajshëm kenet. A e boni një pyetje dhe shkojnë shpit vetë, tha. Mirë që i pa nanetu në i pa fajshëm. Po këto 25 vetë, a më jipni këto 25 vetë, ku pi mirë një me milon shti.
Unë s'kesh i fajshëm, s'pata faj, edhe më lishut të pa fajshëm, po ëm një 25 veç kam i morët për jetës pra, ku me i marë me javon? Kur të mkojtët mu e t'ilin tem mës me mashat, mbylli, kur të mkojtët mu e mës me pas, thëm t'i ajë që këtë shpia je i pa fajshëm. E ku me i marë 25 vetë me t'i dhonë pastaj? Për këta jashtë a islami sendet shkojnë kështu, kurse në islam sendet janë ndryshe, është një bajrak, e ka emni la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, për kejt i barabart. E pastaj është aq liri para ati bajraku, aq i lirë është lanë njeriu, i ka thonë Kurani Kerimi, faman sha'a minkum falju'min, wa man sha'a falju'min, wa man sha'a falyakfur. Tha kush doje ta besoje, e kush doje mos ta besoje. Kadal, Amerikanët si shtet, kadal, mdokët po vinë këtu pari, mdokët se po vinë këtu. Kush doje ta besoje, kush mos doje mos ta besoje, ngadal po vinë. A di çka bënë Amerikanët në vitin 2000? Shtetimi në vitin 2000. Çfarë ligji vun në Kushtetutën e Amerikës? Thanë në Amerikë që tash që 4 muaj këndej, është ligjëri në Amerikë. S'ka problem, ka thonë. Apo të kojtët me gjek bajrakin e Amerikës, të kojtët. Merren midis Washingtonit para shtëpisë bardh, shtinja flakën gjegë, ka thonë se ja kemi hekat vlerën që s'ban me koni i paprekshëm. Ja kemi hek, e kemi lënë vetëm bez me frima, çfarë ka vlerën. Tha gjegë, shkon në Amerikë, shti gjegja pa problem. Në Amerikë, kur të shkojsh në aeroportin e New Yorkut i pari njëri që të prat pasaportin me ja tregu, është grua me shami polic me revolver në kokë, grua muslimane. Kjo nuk është ëndër e pa, me kjo është kështu po shdri për New York takohesh me këta. Në Amerikë polici hindian, me origjinë hindiane, sihi me fe, e ka uniformën e Amerikës të veshun si polic, ama në krije e ka shallin e indianëve. Se do të këta unë se hupi pse jam në Amerikë. Edhe ato amerikanët thonë ti ke drejta me simbolizu hindusizmin tanë me këtë kapuqin krije pa problem, veç e shërben Amerikës si polic. E kështu atja është pra, këtu të na, në Amerika qështu, këtu të na, i gjonë intelektualet tonë, halas ju ka shpërthi zemra prej asajt kalurës me hinë këtë bashën e re, halasën për shpërthajnë për shembol. Zanatlive halas e kanë kuptu zanatlit se ditën e gjumomës me shku në pun, ditën e dil me majtë qelë dyqonit. Që s'po ju kalon në kokë, hajde s'ka me botash. Nuk po ju kalon në kokë. Se na jemi të gjumos, që ditën e gjumo e majmë dyqonin mshelë se një ditë njavë nuk kanë shmarë me pushu, nuk kanë nënshmin me pushu, edhe në qetash, kejtë sendet kanë ndryshu, vesh njeri jonë s'po ndryshon. Si më tekët. A hindusi, a gjepi indije, që 400 vetë, që 200 vetë, që 300 vetë, prindët që i kanë bo migrim në Amerikë, halaj sa amerikanizu, thot, unë jam polici Amerikës, ama këtë shallin në hindi shka bat, unë në Amerikë duhet me bajt pa qeter. S'ka problem. Amerikë, s'ka problem, ata bajt pa problem. Ti bunën bitise, si pas ligjit Amerikës, ama këta bajt qish dush. Ta shti me një shtet kësi polici, qka do të thot? Po u boni gjallë shqiptar në Amerikë polic, ka të drejta të plota kushtetutare në Amerikë, me bajt revolën në kuk edhe plisin në krije. Ka të drejt në Amerikë. Plisin në krije, policë Amerikë. Ato Amerikanët po i thojnë demokracikës qësaj, edhe i kanë ngull kombët këta me dal me mail në përbot. Që këtë përdojnë me dal me mail në përbot. Se na jemi qështu. E të na në islam është edhe shumë miliona herë ma mirë se që kjo. Ato më do këtë më s'pëdojnë me dalë këtu. Se për nga merion, kur të hini me shpal Mekën në vitin 8 të hijretit, ato sahabët e pytën, ja Rasulullah, qish do të hinë fisët Mekë? Tha prej shumë rrugëve. Kështu ju tha. Prej shumë rrugëve tha do të hini, jo me një rrugë. Tha po qka do të kemi ndorë? Tha sej cili fisë bajrakin e vetë. Kështu tha. Sej cili njërat e veta. Këta në e ledzun një banjit, edhe e panë se kjo i sjell njerëzit në me një vend, e jo i ndanë për një vendi, po i sjell me një vend se ti javë ke plotësu kushtet o dëshirat e atyre, i sjell me një moral ato, edhe ato luftojnë për një ideal pastaj, pse ti javë ke lanë të lirë. Unë nuk di se ka po shkohet, vetëm po e shofim mësi para nesh, se po shkohet ka e keqja shpejt. Njerëzit halas po dinë me ndryshu, halas po dinë shka kanë rastin me shfridzu. Nëse kemi faj, na po interpretojmë, na po ju shpjegojmë ative, edhe po ju thojmë haptas, është mo koha,
nuk ngat kush mas moti pse e kem shel dyqanën gjumon e qel dillën. Nuk ngat kush mas. Nisja vepreje këta. E kuj mi thon përgjigja, e pose pyetje, e kuj pi thojmë na? Kuj me i thon? Në terenët tona, si shkolla jon, shkolla e komunës Likovës, duhet ato drejtorat e shkollës me umledh bashk me një vend, me majt mledhje, se është ma koha. Është ma koha, nuk është kja andër. Është ma koha me majt një mledhje ato, edhe me thonë, fëmijët e tonë duhet me ardhë në shkollë dillën, gjumon s'ka mësim për ne. Me shti këta në rënë, me folë me za këta, e ta shti, kur ta thojmë na këta në gjami kështu dhe ta bëjmë si kërkes, ato njerëzi që janë drejtora shkolla apo arsimtarët që japin mësim, ato thojnë kështu, ave ti molla filan, na anarabimi këtu, ta bëjnë pyetje këta, na në Egypti mi këtu, a Saudia është këtu, jo ben, këtu nuk kanë Saudi, këtu janë Likov, këtu janë komuna jonë, këtu janë njerëz të tonë, edhe plus kemi të drejt, këtë kjo nej se kjo s'mirët parasysh, e kjo pra, ndëgjoni mirë ju të dashur, kjo do të vend, së shpejti do të vend, kjo shpejt do të bëhat, e njerëzit do të thojnë pastaj mohabet, pa hoxha kur e ka kërku këta, edhe mas kësaj edhe një qëtër laf do të bëhat pastaj, do të thojnë ato, atëhere, pa i veç me fol nuk ashtë, po duhet edhe me ban, ne banëm, e do të thojnë edhe mas kësaj edhe një fjallë, s'bat kur gjo pa jarë vakti, hajti, kur të vinë, gruni nuk korët pa u pek. Wallahi burra, kjo është e vërtet. Gruni nuk korët pa u pek, po e vërteta mbi këta është qëtër, se nuk peket pa e mbil. Kjo është e vërtet edhe me ambël, gruni nuk korët pa u pek, ama pa u mjell nuk peket. Duhet me mjell ata, pastaj ai peket me u korë, njëherë duhet me mjell. E deri sa na nuk e mbjellim, na s'pe mbjellim drinën e dyqanit tonë, hala do të mbjellim na ma shumë. Drinën e dyqanit tonë si jemi gati, një herë për gjithmonë me kuptu, s'ke shka lip gjumon dyqan. E mbyll ata, edhe e qel dillën, mësaba e qel dillën të rimramje. E qel shtunën, khaliful jahuda vë nasara, ka thonë për nga Marion a.s. Këta njështë ta njerëzit e blejnë si dëshirë hoxhe, kjo sa është dëshirë hoxhe, kjo është feja islame kështu. Ka thonë khaliful jahuda vë nasara. Jahudit e majnë dyqanin mbyll të shtunën, ti dush me qela dit, se ka thonë në të kondërtën për nga Marion a.s. Krishterët e majnë dyqanin dillën mshel, ti të kondërtën qel dush me majnë, e kondërte ajo ta me majnë mshel gjumon pra. E ti kur ta majnë mshel gjumon, e mshel edhe aj? Jo, e ma qel, as po kuptona? Shku në dishok të mitë, në Palestinë, këto vite shti, vete edhe par vit, në shku në Kudus, ku pushtetin Palestinë e ka një jahudët në dorë, a ditë që shku në shok të mja gje për një vizit në Kudus, ka shtun a ditë, jahudisht i brisht i thojnë shtunës shabat, që shtu e ka, shabat e ka e në ditë e shtun, në guhën e jahudive. Në atë ditë gjemati dashur, ditën e shtun të jahudit zguzon zarë mu kalë. Besim, zguzon zarë mu kalë në Palestinë. Se besimi i shtetit ative është ditën e shtun s'ka zarmë. Se ditën e shtun s'ka punë. Pekët gjumon, bukt kejt shka hanë shtunën janë gjejtë. Se zguzon furra me punun jahudise është pushim fetar. S'ka furë. E pastaj kanë shku ashtë largë. Dhe s'ka lift. S'ka lift. Në përndërtesa lifti që i punon është prej 4 liftave njeni, lifti i qtunës e ka emnin. Vetëm një për zorë, lifti i qtunës. E këto tonë, këto shokët e tonë e kanë kallë cigarën. Këto shokët e tonë e kanë kallë cigarën. Ka ardhë polici i jahudis, ja kanë gjitë për dore shokëve të mi personal. Shabat, shime cigarën rrugë, se e shtuna s'ka zarë. Ashtë fest, ashtë shtun, cigarën s'ka me kallë. Po ta more ti një qëndrim, e ardhë jahudia në komunën tonë si musliman ti, e dole ti i thave jahudie se sot s'ka kështu të nase, kështu është kjo dit. Kush kish me qeni sulmum, a jahudia ati? Ti kishe me qeni sulmum, se ja ke prish hund, ja ke prish hundën ati, ja ke prish qefin, a i prish ati qefi, e na dim vesh qefin tonë me prish.
Na kështu jemi ndërtu, veç qefin ton dim me prish. Qefin e ative na nuk dim me prish, të bëhet beti pastaj. Ai edhe cigarën s'po të lejke, edhe s'po të lejon me kallsunën se është fest fetare, është ditë pushimi fetare jahudive çtunën. Kështu e kemi na. Na nuk dim me mel grunin ton. Veç dim me pa kur korrët pekëm, po duhet me mel për mu peka i xhamati dashur. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nu. E bof që temën tonë ta vazhdojmë në javën që po vjen inshallah. Na pranov Zoti namazin e xumos inshallah. Ato sende që i bëjmë na dhe janë farz, o Zot pranonej. Ato sende që i bëjmë na dhe janë vajib ose janë të një degës së sunetit, pasunona me to dhe bana të edhe më të mirë dhe më të rrjedhshëm to. Çka ke bë ti një sen ndalim bana neve të mundshëm talom ata pa bë? O Allah i jon verën që po vjen. Gjemve që po e punojnë ata me zell jap ju bereqet, po të lutemi. Edhe inshallah me izin Allahut, këtë sendet që janë mell edhe do të mbjellen me për hir të kësaj dite kaq të madhe të xumos, po të lutemi o Zot tan verën me i bë të bereqetshme dhe me i mbrojt ato, ti nëse dashte i mbron, nëse s'deshte ti ato shkojnë, ti që s'kishe dëshirë çashtu bëhet, o Zot mbrona nga çdo të lashe që verës mundut me i ndodh bujkut. Farat që janë ndjell mbroj edhe rriti, edhe bani të bereqetshme, edhe të fritshme, edhe të shitshme, edhe të shishme, o Zot, për hir të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamati dashur, derisi jon marrë sot, unë kam një porosi. Normal sadakat që keni më dhënë për jashtë ditës xumot që ju përgatitni të shtëpia, mos e harroni asnjëherë, keni nevojtar për jashtë. Allah ja bëv kabul. T'ju lajmëroj se mandati i këshilltarëve të xhamisë, i cili ka qenë deri tash, ka mbaruar sot. Do më thonë, kështi xhamia jonë momentalisht edhe këtë xhamit Maqedoni s'kan më këshilltar. Në këtë Maqedoninë ka marruar mandati i këshilltarëve, edhe kryetarit xhamisë e kejve, se asos ajo koha asos. Tash ti do të bëhen ato zgjedhjet e reja në këtë Maqedoninë për çështjen e këshilltarëve në për xhamia. Prej këtu fillon e përpjet. Ju lutemi që mos na vanoni prej sot e deri sot një javë. Këshilltar të ri të xhamisë, se i cila mahal ka dëshirë, edhe kanë ka dëshirë, deri sot një javë, deri tejtën në akşam, na i sjellni emrat, një në mahal, thot, neve kanë me na përfaqësu këto njerëz. Më së pari u duni më morë vesh sa njerëz do t'jenë ato, 12, 8, 7, 10, e pastaj për mahal, ka sa njerëz, edhe i bini emrat këtu, e bëjmë në listën ative njerëzve, e bëjmë një proces, verifikohet ajo, edhe dorëzojmë ku duhet, dihet me kusht që edhe njëri qet për ative krijetar, i cili do t'ju udhëhesh mbledhët në xhami, u duhet të keni kujdes shumë që t'i veni njerëzit që punojnë, që mendoni ju se ato punojnë, e s'paku ta kenë merakat punë, edhe të shkon puna më mbar, si ka shku edhe ndoshta edhe më mbar, keni obligime të reja në ardhmëri, keni obligime shumë të mëdha që duhet t'i bani, ka ta parashifni mahalla, ka ta parashef, që edhe një herë po thom, emnet e qative na i sjell me shkrim, që ta bëjmë procesin e ta dërgojmë. Ka mundësi edhe me bë vota, mirë po ka ardhur koha shumë e ngushtë, neve na kanë lajmëruar një ditë përpara, par gjë do të thonë kemi pas mbledhje sot votime, kjo nuk kalon se duhet me pas lista për votime aq sa ka votues në katon. Kjo është shumë ngushtë, kjo nuk mundet të realizohet ndokët, se nuk për shkak se nuk mundet, se koha e ngushtë, mundi me i delegu edhe këta në abile për krajm, me i delegu njerëz të mahallëve ka sa e parashifni ju. Edhe sa e parashifni me zhlisin, pastaj si zës mahall ka qash persona. Me kaq pra, ju lutemi tëri ditën e ejte, kemi dëshirë me ditë. Me rëndësia është të dini, para se t'i qoni ato se këshilli i xhamisë sot ju ka sos mandati dhe ju kanë mush ditët që ja koni para pa për ta. Lillahi l-Fatiha.